investoni fuqimisht për ta bërë me balë Shqipërinë. Dhe këtu do ta mbyllë edhe këtë fjalë bukurosh. Kur të drejtohem ty, atëherë mund përgjigjesh. Tani po flas me kolegun tim Noka. Hetimet ndaj zëvendës kryeministres shqiptare Belinda Balluku kanë sjellë në dritë përgjime të reja që fokusohen në një seri tenderash për supervizimin e mirëmbajtjes me performancë të akseve kontare rrugore. Në bisedat e kapura, Balluku i dërgon një foto të procedurave të prokurimit e Vizberberit dhe shprehet me nervozizëm për faktin se disa prej tyre duket se janë vendosur me një afat 3 vjeçar, që ajo e konsideron çmenduri. Gjatë këtyre mesazheve, ajo i thot atij që të shpjegojë dikujt që ka rënë dakord me personin me inicial R, se proceset nuk duhet të hapen, duke përdorur gjithashtu një term vulgar për këtë person. Kush mund të jetë kjo figurë misterioze që Balluku përmend, duke përjashtuar gratë dhe vetë Berberin si kandidat potencial bazuar në emrat e kompanive që fituan tenderat? Nga fituesit e shpallur në qershor 2022, mbeten disa kompani të lidhura me persona si Rais Petrela dhe Arben Dervishaj, për të cilët dyshohet se mund të jenë ai person për të cilin Balluku përdor fjalën e rëndë, edhe pse nuk është konfirmuar nëse SPAK e ka identifikuar zyrtarisht këtë palë të tretë.